Slovenët kanë mbetur të çuditur nga prania e madhe e tifozëve të Kosovës në stadiumin Stozice në Lubian në ndeshjen kualifikuese për Botrorin 2026, që u fituan nga Dardanët me rezultatin 0-2 dhe i çoi në play-offin e këtij kompeticioni. Slovenët nuk kishin pak si atmosfere, pothuajse asnjëherë në tribunat e tyre si vendas, ku dominuan tifozët udhëtues, siç vepruan shqiptarët në stadium, ku ishin me mira dhe shpalosën simbolet kombëtare. Federata e Futbollit të Slovenisë është përgjigjur kritikave që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, në të cilat shumë përdorues kanë shprehur zemërim për pamjen e tribunave të Stozice gjatë ndeshjes Sloveni-Kosovë. Ato ishin plot me tifozë të Dardanisë. Federata e Futbollit të Slovenisë ishte e vetëdijshme për reagimin e publikut vendas dhe tifozëve pas ndeshjes kualifikuese të së shtunës, ku ishte një numër jashtëzakonisht i madh i tifozëve të Kosovës në tribunat e stadiumit. Në një letër të hapur, Federata Slovene shpjegoi masat e sigurisë që ishin marrë, arsyet për kufizimet në simbolet e tifozëve dhe rrethanat që çuan në një prani kaq masive të tifozëve të Kosovës, duke theksuar se siguria e të gjithë vizitorëve ishte gjithmonë përparësia kryesore, shkruan media slovene Delo. Ndeshja midis Slovenisë dhe Kosovës u vlerësua si një ndeshje me një rrezik të lartë të sigurisë nga Unioni Evropian i Futbollit UEFA dhe policia, prandaj NSZ në bashkëpunim me të gjitha autoritetet kompetente përgatiti protokollet e sigurisë më të rrepta se zakonisht. Brenda kuadrit të këtyre protokolleve u vendos që futja e simboleve të tifozëve nga Kosova dhe vendet e tjera, të cilat mund të rrisnin tensionet në tribuna, nuk u lejuan në sektorët e spektatorëve, vendas në A, B dhe C, ndërsa simbolet e tifozëve të mysafirëve u lejuan në një sektor të caktuar, posaçërisht për ta, shkroi NSZ. Ky kufizim sipas tyre u zbatua vetëm për të zvogëluar mundësinë e provokimeve dhe kontaktit fizik midis grupeve më të zjarrta të tifozëve vendas dhe atyre miq, dhe jo si ndonjë demonstrim i trajtimit të pabarabartë ose shpërfilljes së ndonjë komuniteti. Të njëjtat kritere u zbatuan edhe për tifozët slovenë dhe ata të Kosovës, me shërbimet e sigurisë në hyrje që kontrollonin, edhe nëse ishte e nevojshme, ishin objekte që vlerësoheshin si provokuese, fyese ose që do të rrisnin rrezikun e një incidenti, theksohet më tej në deklaratën e Federatës Slovene të Futbollit. NSZ-ja shkruan po ashtu se janë të vetëdijshëm se debati publik e ka përqendruar pjesën më të madhe të vëmendjes në ndalimin e sjelljes së flamujve të Kosovës në sektorët vendas, kështu që shërbimet e sigurisë në hyrje konfiskuan banderola dhe objekte të tjera në anën slovene, kur ato përmbanin përmbajtje fyese ose provokuese ndaj tifozëve të Kosovës. Kur spektatorët tashmë po hynin në stadium për shkak të monitorimit të vazhdueshëm të ngjarjeve dhe ndryshimit në vlerësimin e rrezikut të sigurisë, NSZ-ja, policia dhe shërbimet e sigurisë vlerësuan së bashku se zbatimi i rrept i ndalimit të sjelljes së flamujve të Kosovës në sektorët vendas në kushte të ngarkesës së lartë emocionale mund të shkaktonte konflikte dhe përshkallëzim të nevojshëm. Prandaj u mor vendimi për të zbatuar këtë masë në mënyrë më pak strikte me shërbimet e sigurisë që u përqendruan kryesisht në sekuestrimin e vazhdueshëm të mesazheve fyese, provokuese dhe politike dhe të gjitha objekteve që mund të përbënin një provokim të drejtë për drejtë ose rrezik për sigurinë, shpjegon Federata Slovene. Kjo lloj qasjeje është në përputhje me standardet evropiane të sigurisë dhe udhëzimet e UEFA-s, të cilat parashikojnë përshtatjen e vazhdueshme të masave, zbatimin uniform të rregullave për të gjithë tifozët dhe qëllimin qendror të parandalimit të përshkallëzimit dhe sigurimit të një mjedisi të sigurt në stadium, theksohet më tej. Kombëtarja e Kosovës, e cila praktikisht siguroi vendin e saj në play-off për Kupën e Botës pas fitores kundër Slovenisë, pati një mbështetje të jashtëzakonshme në shkallët e stadiumit Stozice. Ndeshja u ndoq jo vetëm nga tifozë nga Kosova, por edhe tifozë shqiptar nga mërgata si Austria, Gjermania, Italia dhe vende të tjera. Një pjesë e madhe e biletave që ishin në shitje të rregullt për tifozët vendas dhe grupet e tjera të synuara vendase u blen përmes kanaleve normale, ku Federata Slovene sipas legjislacionit dhe praktikave europiane në fuqi nuk mund të zgjedhë blerësit bazuar në shtetësi ose kombësi. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe kontributin e jashtëzakonshëm sportiv në Kosovë, pritej një interesim mbi mbesataren nga tifozët e tyre, me numrin e vetëm të tifozëve të Kosovës në stadium që nuk përbënte problem sigurie për sa kohë që ata respektuan rregullat dhe udhëzimet e organizatorit. Nga ana tjetër, tifozët vendas nuk ndjen nevojën për të blerë bileta dhe nisën të kërkonin mundësi për të ndjekur ndeshjen vetëm 10 ditë para saj, shkroi NSZ-ja në këtë drejtim.